Ish presidenti i Kosovës Begjet Pacolli arriti një sukses të rëndësishëm në diplomacinë ndërkombëtare, duke siguruar njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Republika e Kenjas. Pas 17 vitesh nga shpallja e pavarësisë, Kenya, një shtet me 55 milion banor, e njoh zyrtarisht Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Kjo arritje është rezultati një pune të gjatë dhe të palodhur. Pacolli ka lobuar për këtë njohje që nga viti 2009, duke zhvilluar takime të shumta me autoritetet kenjane. Vizita e presidentit William Ruto në Kosovë në vitin 2019 dhe njohja e pasaportave kosovare në vitin 2023 ishin hapa të rëndësishëm drejt këtij suksesi. Në një postim në Facebook, Pacolli shprehu kënaqësinë për këtë arritje dhe bëri thirrje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kenyan, duke propozuar hapjen e një ambasade të përbashkët me Shqipërinë në Nairobi. Ai theksoi se kjo ambasadë do të shërbejë si një port për Kosovën për të hyrë fuqishëm në kontinentin afrikan dhe për të ndërtuar aleanca të reja politike, ekonomike dhe kulturore. Berat Buzhala, gazetari i njohur, ka ndarë përvojat e tij personale me Pacollin, duke theksuar ndihmën e tij në kohë të vështira, si dhe kontributin e tij në ndihmën financiare për politikanët kosovar gjatë proceseve gjyqësore në Hag. Buzhala theksoi se Baci, pavarësisht kontributit të tij për Kosovën, ka pasur individ që e kanë kritikuar dhe ofenduar. Ai shprehu keqardhje për këtë trajtim që i është bërë Pacollit, duke theksuar se ai është një nga ata që ka dhënë shumë për Kosovën dhe kurrë nuk ka marrë diçka në këmbim. Herën e parë kam taku Begjet Pacolli në tetor të vitit 2004, kur pata fillu me punu në gazetën Lajm. Pastaj një 2 vite nuk kemi pas komunikim. Pastaj në gazetën Ekspres Sefte ka dalë titulli Baci në politik. Pastaj krejt Kosova dhe Shqipëria ju kanë referu si Baci ose Baca. Pastaj jemi bërë miq, ose ndoshta është tepër për mua me thënë e kam mik, sepse ai është shumë i rëndësishëm për me e pas unë mik. Jemi bërë disi si familjar, ky ka ardhur disa herë në familjet e unë në familjet e ai. Për me tregu çfarë njeriu i madh është, më ka pas thirrë një herë në telefon e unë qellova në spital me nanën. Nana e ka pas një sëmundje të tmerrshme. Kjo sëmundje ja jep njeriu dhimbjen më të tmerrshme që mundet me pranu organizmi. Njerëzit bëjnë vetvrasje shpesh për shkak të tmerrit. Nëse unë isha me nanën në QKUK, tu je trajtu me morfinë e cila gjithashtu nuk po ndihmonte. Jam kantu qajt me dënes, nuk mundesha me e pa ashtu. Kur më thiri Baci, unë provova me u qetësu, por më diktoi që diçka nuk është në rregull. Çka ki se nuk qeke mirë diçka? Më tha, kaq mjaftoi që unë me u zbraz komplet, s'mundesha me u ndal. Nanën e du normal. I tregova në përlot dhe i thash që nuk ka shërim. S'ka lidhje, tha, nesër shkojmë në Zvicër, në Lugano në spital të shohim çka po na thon. Ashtu edhe ndodhi. Sido që të jetë nana prej kësaj sëmundje shëru pak më vonë, por kjo është tjetër histori. E kam dërgu në Vjenë në një operacion teje të komplikuar. Baci kur nuk ka harru me mpyt, edhe baba e dojke shumë. Bile kur vike Baci me nejti thojsha, po të rrenë se nuk të voton, po krejtve ju thot qishtu. Nëse Baci i ka shëru me mjetet veta qindra e mira shqiptar, i ka bo me kul mbi koka mirat të tjerë, kurse Kosovës ja ka sjell personalisht ai mbi 10 njohje. Në shumë prej tyre kam qenë prezent, por edhe përkundër kësaj, Tyrlifar muti ka fol keq për të, ka shpife, ka ofendu. Baci është prej të rrallëve që veç i ka dhënë Kosovës e kur nuk i ka marrë. E fundit njohja e Kenjes, një shtet kaq të rëndësishëm, çdo shoqëri normale e kish konsideru Begjet Pacollin vlerë. E fatkeqësisht e naja merrshin Grand Hotelin e ja jepshin Zylqifit. Këtu nuk ka qenë faji Albinit. Baci i ka ndihmuar edhe Ramushit edhe Thaçit me milione euro të tijat për me u mbrojt në Hag, shkruan Berat Buzhala në Facebook.